Si veproj për të ndarë miqin e vitit, pjesa e dytë dhe e fundit. Siç ju kanë thënë, miqin e vitit e blejmë në njerëz të njohur dhe çojmë për ta prerë në kasapa jendan me pjesë. Sot kemi marr bërzolla, të cilat më përpara duhen ngrirë. Të gjitha pjesët që kemi bërë sot ngrihen, pastaj priten me sharr. Këto janë brinjët, përsëri pjesë të tjera nga brinjët. Gjithashtu kishim edhe pjesën e qafës, të cilët ne e përdorim kryesisht për gjell. Unë ndava një pjesë tulli. Këtu i kam darë me qese të vogla sa për një gjell, i lidh qese dhe unë kam fiksim që t'ja pres këto pjesët sipër, sepse më duket sikur më bëjnë lëmsh në frigorifer. Këtu po i vendos në një tavë që t'i fus të ngrirë dhe të ngrin veç e veç. Këto janë një pjesë ka qafa që i ndava veç dhe ishim vetëm tule, i lash për të bërë ndonjë gjë të veçantë. Pastaj bërxollat i vendos në një tepsi të madhe dhe i ndaj me shtresa qeses, kështu ngri një nga një, më pas i heq nga tava dhe i futs në një qese të madhe. Të njëjtën gjë kam bërë edhe me brinjë. Dhe këto ishin të gjitha pjesët që ndava, pra bërxolla, brinj për gjell, qafë për gjell dhe qafë tul.